Tha mami, është e vërtet që e pas ke një smundje që s'ka shërim. Jo me djalë, e mora e përqava, jo me djalë jam. Shërim ka, po duhet një kohë e gjatë. Të qëndroj në spital. Më pusti, edhe i premtova djalit se mami do të kalon këtë sfidën. Mas 10 dite, vazhdum rrugën e gjatë, shkum për netërnë. Koha e operimit. E pata në ora 9, mëngjesit. Erdhëm me marrë për operacion. Atyve i thash, a ka mundësi mos të shtrina në shtrat, të heci me konte mia deri në sallën e operimit. Pse kërkove këto? Ashtu kërkova, e disha që është hecja jeme e fundit. Nuk ishe gjasa që do t'i shpëtoje një operacionit kaq të gjatë? Jo. E kisha informata se kancerin pankreas nuk ka shërim. Dhe kështu, deri në sallën e operimit, heca, dhe nuk ja ktheva kokën as djalit, as burrit, familjarëve, veç ja bona me dorë. Kështu, se ishte shumë e rëndë t'i kthesh shpinën familjarëve. Do të thonë nuk i shikove fare duke shku në sallë, për çfarë arsye? S'isha të ballafaqoj se ata ishin për lotur, e unë duna të qëndroj më i fortë se ata. Edhe kërkove me shku në kon deri te salla e operimit për shkak që aty në më jep një vullnet edhe mos më mërzit. Po për ty ka qenë shumë e vështirë kjo. Shumë e vështirë. Po Lule, para se të shkonin në Turqi, se e more vesh për herë të parë që do me thonë keni kancer edhe se përjetuat si familje, se përjetuat, kishe dyshime që do ta kesh një smundje të tillë me qenë se vazhdimisht ke humbur peshë? Nuk kam pas djeni këtë smundje. Në familjen tonë nuk kemi pas raste. Është era parë, edhe djenis kemi pas për smundjen e kancerit. Një urin nuk kemi pas. Do me thonë nuk ke dyshu fare në këtë pjesë? Kancerin jo, fare. Edhe familjar nuk s'kanë spjegune, nuk e kam ditë që jam i diagnozuar me kancerin pankreas. Është vona në operim, ngurtjes, me një drenazh, vllau i madh, Fatmiri, mu afru, ta motër, është bon një operim gabushëm, duhet patjetër të trajtohemi në Turqi. Do me thënë vllava e ka ditë? Vllazërit i kanë ditë. Edhe nuk të kanë tregu ty? Jo. Fatmiri, afrimi, arsimi, këta e kanë ditë. Djali, vajza, Kybra. Këta e kanë ditë kretë familje. Pas sa kohë e ke kuptu ti që ki kancer në pankreas? Unë e disha se gjatë operimit në Kosovë, në Prizren që operova, në dhomën intensiv, unë e dëgjova se i pata 2 shoqet të shkollës. O Luljeta me kancer, o gjyna, o sa e mirë ka qenë kjo, e qysh i ka ndodhë kancer kjo me pas. Sa i kujdeshëm ka qenë për shëndetin e vetë, qysh ka hartë. Po, e shojsha që familja, po mërziten, po une nuk të regojsha që jam duke dy. Pata, më shikojshin familja jem si një foshën e posa lindur. Gratë e vllaut, i kam 3, Pirsenja, Luljeta, Shpresa, kam pas shumë kujdesin ndaj meje. Në ushqim, në shtatë gjë, si një foshën e posa lindur që shikohet, ashtu më kanë ndihmu. Edhe pata. Në këtë pjesë ata e kanë bajtë në sheft, edhe ti, do më thënë, e ke ditë edhe nuk e ke thonë, ke heshtë. Po. Pse? Pse, e shoj se
Në rast se ja u thëmë mërzitën më shumë, apo Ma jo? shumë do të mërziten. Po si ishte për herë të parë që fëmia, kush ta tha, kush ta publikoi smundjen? Smundjem në Turqi, Në Turqi kur shkove? doktori Doğanay Bayraki, kjo është hirurg që do të më operon, më tha është një operacion, një smundje, po ka shërim. Nuk më hupi si rastin, që me thonë s'ka është problematik, jo. Ki do të kish shërim. Edhe u binda që do të kam shërim. Edhe pastaj atë ditë kur kërkove deri në sallën e operacionit me shku në kamp, kur u fute në operacion, na fol diçka për operacionin, edhe një operacion mjaft i gjatë, një operacion dikon 18 orë. Operacioni ka qenë shumë koqa. E disha, kur u zgjodha, temperatura jeme shumë e trupit ka qenë shumë i ftohtë. Durt i kam pas të lidhura, edhe kom të lidhura. 18 aparaturat i patën, unë e disha që jam në botën tjetër. Veç kur i pash motrat, duke lëviz, veç e bona një motrës me dorë me gish, si i pata durt e lidhura, edhe kom të lidhura. Tash motrën në cilin bot jam, tha, ke pështu operacioni shumë i sukseshëm, veç pashto. 3 net qëndrova në dhomën intensiv me aparatura, me krejt. Mandej më lirun në dhomën normale. Kur dola në dhomën normale, 18 drenasha, aparaturat krejt, barkun e kam, krejt operume, 4 zorë shtesi kam. Mas 5 dite, mjeku liron të heci. Thot familjarve që lulja duhet pa tjetër në kom që qëndron 2-3 hapa të bon. Këshysha doktorin që shka është duke më thonë që une me 18 drenazha që shmunden baras peshën që shdo ta maj. Po, i falenderoj djalit vllaut, erdi, a i ka qenë student.